Kërcënimi shantazhonte 39 vjeçaren shqiptare në këmbim të parave, kush është Zyra Kora. Zyra Kora, 44 vjeç, është arrestuar sepse shantazhonte një 39 vjeçare në rrjetet sociale për t'i marrë para. Kora e kërcënonte 39 vjeçaren për shkak të dokumentacionit të parregullt grek që kjo e fundit kishte dhe shantazhonte se do t'i diqte dokumentat nëse ajo nuk i jepte paratë e kërkuara fillimisht. 44 vjeçaria i ka marrë 5.000 euro ndërsa më vonë i ka kërkuar 50.000 euro, por në këtë moment 39 vjeçaria e ka denoncuar në polici. Shantazhonte dhe kërcënonte një shtetëse në rrjetet sociale në vijim të veprimeve hetimore lidhur me kallëzimin e një shtetëse e cila kishte deklaruar se i kishte marrë një shumë parash nëpërmjet shantazhit dhe kërcënimit. Specialistët e sektorit për hetimin e krimeve ndaj pasurisë në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarand bën të mundur ndalimin e autores dyshuar të shpallur në kërkim shtetases ZH 44 vjeç banuese në Durrës për veprën penale shtrëngim me anë të kanosjes ose dhunës për dhënie pasurie. Kjo shtetase dyshohet se përmes shantazhit dhe kërcënimeve në rrjetet sociale i kishte marrë një 39 vjeçare nga Saranda shumën prej 5.000 eurosh dhe vijonte ta kërcënonte për t'i marrë edhe 50.000 euro të tjera. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarand për veprime të mëtejshme, njofton policia.